Sa muzika të albume? Shumë, a? Këngën e kam, Sa? Nësa që ki shumë të përzien. Kam, edhe kam stileve të ndryshme. Kam. E që sa vite, Ardit? S'ken. Po në s'ken. Pa i llogarit ato si fëmijë, 27. Jo llogarit edhe ato. Jo, ma shumë, në fakt, 30. Me gjithë ato si fëmijë, prej 5 shumë këto. vjeçar, 40 vjetë. 45 vjeçar, 5 vjeçar këna fillu me astritin. E cila është kanga e fundit, sa shpërirë fundit që e ke nëzirë? E fundit ka qenë kanga e festivalit në radio televizion. Cila ajo që u majt tash, a? Po. Po. E kon pa astritin Unë se kom përcjell krejt për një pjesë e kom po. Kosova? Po. Tash që e prezentun ata. Am duket e kom po një intervistë këto Xuzin, diçka që kishë reagu. Xuzin, këngëtarin. Për çka? Për festival. Jo, tash, unë kom qenë vjetë. Vjetë. Se unë e mo veç hina në big. Aj festivali unë bajt në fillim të nëntorit. Në edicionin Një orë shtashtë që u mojtë frek Xuzevi sa ka full. Para se mi hina në big. Festivali i këngës, radio televizion, që ajo është? Po te pa jo s'ke vitin e kalum, a jes Jo, u konë edhe vitin e kalum. A? U konë edhe vitin e kalum. Po s'po flasë për vitin e kalum, mëne. Po fletë për këtë vjetë. Këtë vjetë o konë edhe, këtë vjetë o konë kë, a unë kom qenë vjetë. Së unë ndëgjova në një televizion, në një intervist, Zuzin, diçka që i shkon pak i pak notë. Zuzin, që i shkon diçka pak i pak notë. Për çfarë arsye? Unë se kom gu komplet bisedeve që posh e ciku do të sanes, unë nuk marrë vesh muzikës, nuk jam bote e muzikës. Atë kanë thira? Pa thirë mos shko se s'po bëjnë. Mikrofonin. Aty ka tjetër kriter. Aty nuk ka talje. Se për cilë live ty bite vi një orkestër simfonik, dilkëno me 60 veta orkestër. Edhe është sa sati. Do të me mod vetën. Ku të lëshohet, ku nuk e ndigjon mirë mikrofonin, dhe du të mire turbinat. Si kur mu që i ndodhi. Edhe shumë kolegëve atë vjetë. Që. Nuk kishim, ajo ndodhë edhe në botë. Që gjithaj organizim, gjithaj menagjim i muziktarve dhe i këngëtarve normal, që aty këtu probleme teknike ka, që është shumë normal, edhe pse perfekt ka qenë mandes, kemi pas asë një problem. Po nuk e ditë cila natë ka qenë. Unë për shembull, mos të thonë, ndoshta në minimum e kom digju vetë vetën. Edhe u dash. E ti cilë këngëtorin ndështën pak ma shumë, a kina një të preferum? I respekton krejt, por na një pak ma dalum. Unë gjithmonë jam kap të ata që din me kënu mirë. Pa ofendu asë një. Me qenë se edhe vetë jam njëri nga ata. Unë i kom preferu gjithmonë këngëtarë, do me thonë, super talentum. Këtë rast, kon e vlerësoj, se jo që i ndëgjoj shpesh, po unë e di kush mundet, kush s'mundet. Që ta që dominojnë me zohë. Rona Mishliu, Leonora Poljoska, Linda Alimi, Linda Alimi, Moshma Tali. Teuta Kurti, ka. Ola për e me sa që kësë gjithë. Mira, kemi për momentin, kemi, nuk o që s'kemi. Kush kanë zonën? Edona Reshitaj. Edona Reshitaj ka stil shumë të veçan, shumë është unikate ajo. Elina Duni. I përshëndes krejt. Nuk po dalë ma largë, Elina, Duni e krejt. Dështa që po më kujtonë mu që... Se ka emnin e mbesës tem. E popullore, a më në herë, Ardit? Qush nuk kënërë. Shok jena. Populloria ka kontekst ma gjonë. Këngëtarët mirë ka, po nuk është në një që e kësha vequ. Kënojnë gjithë mirë, po për apërsisht atë këtu njësajmë t'inglojnë, me gjanat e njëta. Ska në një me thonë, wow. Dava Gjergjën për shamull, a e ndëgjën? Respekt për Davën, ajo ka stil tjetër. Po të vishëm duke që ka zonë në pusht. Dava Gjergjën. Zoni sa ajo është, ajo ka, do me thonë, kënën muzike pike. Po, është këngëtari legendari, është edhe ma shumë se 30 kusur vjetë. Kështu me qëtëlijat, pëlqen këj fatë Mirmakulli? Po. Shumë pëlqen? Po. Shumë. Për mo me qiftelia, Kosova, ka, ja na kemi, ja nuk di kush. Më pëlqen gjda artist që është i mirë, pa mbarësit zhanrit.
kësaj Leonora Polosës që ka pas atë këngën Unë gënjeva. Leonora është dukat. Zemrës të Leonora është. shumë. Unë edhe ajo, do me thonë, e maj men kur, më njerë mas luftës, u aktivizum shumë kënej. Unë edhe në Shqipni, edhe ajo më ndej. Edhe kemi bërë berge, buj. Se erdhe me stile treja, më kuptan. Erdhe me këndim të bukur, pibi të trëq. Erdhe me diçka që nuk është zakonshme, se në këngë tona ke pas shka me ndigju. Më kuptan. Fiskultur me zonin, që pibi të trëq. Më kuptan. Mu sa më keni në këngë të mija të knum për drumë, vëç kur më shishe me zonë, hava, jo e zakonshme. Edhe Leonora Polloska e ka pas që ta afinitet. Mas luftës na e bom qatë ndryshim. Për bukur këndim flasë. Që është edhe kjo Inva Mula, cila? Ajo është më tjetër sen. Ajo është këngëtarja me dëshmum shqiptare për kohën e vetë. Edhe normal ka prek Maja që ala një soprano shqiptare nuk i ka prek. Maja botnore kemi këngëtare që knojnë që kjo e Lina që e A u thakë. kun në Gjmije Pakarusha e para apo dikush tjetër? Kështu prej neve të Kosovës si këngëtare. Cila ka qenë? Në Gjmija. Në Gjmija, po dhe? Mandej ka në ne. Edhe më duket që kjo i ka fillu për moshës 40 vjetë, ha? Jo. A kur më herët, ha? Jo, shumë e re ka fillu. A e re pas ka fillu? Krejt ato kanë fillu shumë herët. Në nëmë për shemë po këngëtarje profesionale radio, do me thonë, radio që sot Radio Kosova, atërë konë radio. E ka të kur, a kun e Prishtinës në Gjmija? Jo, e Pagarushës. E Pagarushës? Ku kjo Pagarusha? Qanej ka... Se më duket ka jetu dikun në një banesë, ha? A këtu ka jetu, po? Po dhe, di që ka jetu Prishtinë, se pa ta ndëgju njerë Prishtina, jo. një intervjist që pa të shku më duket kë Golden G me shku me pa. E pa ta pa atë një intervjist. Edhe këto bareshën janë shëshën shumë në për neja. Kur jemi veç të karakteristika që ishin të folin atë për atë këngëtarën peruane, Uma Sumak, që është planeta nuk prodhon moa si zoni, stratosferik, është kategoria e këngëtarëve stratosferik, do me thonë, që knojnë gjana që s'mundet as me imaginu dikush tjetër. Për neve o konë, në Gjmija, për në Gjmija, do me thonë të indigju ato, edhe ajo bo realisht, si puna asaj atje, ajo këtu të nakë. Ka pas që ato varjete, në gjyrash edhe regjistres që e kanë, do me thonë, e kanë karakterizu. Ka qenë, për kohën e vetë, ka qenë ekstraordinare, i thojmë muzikalisht. Qëto baresh ato dhe në përneja e kanë shu faktikisht dhe vazhdojnë me lëshu. Qyre, une me qenë se kom pas mi kesh të shpis, se edhe një natë të qëllë muhabetin, se kanë punu bashk, kanë qenë qajo klap, elita e muzikës. Në Gjmija, në nëmë, baba jem, Liliana, Shpresa, jonë konë, do me thonë, artist e kohës. Edhe në Gjmija, ndoshta, basa saj që unë e kon folë me të ndjerën, se na kemi ndajtë shumë, ajo ka kënu, e nuk e ka të regu komplet potencialin e vetë, që ka mujtë ajo me bo ma të zo, se i ka pas ato, edhe o kon një kombinim shumë i veçantë, se ti në esencë ajo kon kontra alta, se ngatrojnë, që kjo është njeri duhet me ditë që ka folë, se për shemull une, të une, që si pedagog, një mendim të gabu, muj me ta falë, për nëse e shot që ti nuk po din me të vërtet, qka je tu folë, me muj ki punë shumë keqë. Fiks dul mu di gjanat muzik, jo unë qka mendoj, ajo qka, e shumica e kanë ngatru, ajo i ka pas afinitetet e tri natyrave kënduset sopranos, pra nde ka qene veçan, soprano dramatik, më varsish pri natyres kanga, ajo ka kënu edhe epik, edhe lirik, edhe liriko-dramatik, ka shku deri në spino soprano, do me thonë nëse flasim në aspektin amplitudes, ambitusit, ajo ka prek në spino, do me thonë ka shku shumë nalë, po në esencë, oktavat, po 4 oktava i ka pas si kur Gjojic, po në bazament ajo ka qenë kontra alta, do me thonë, si pas përcaktimit vokali, jo si pas aftësive vokale. Se unë jam tenor lirik, ta shumë mus mundet me më thonë dikus sopran koloratur.
Se unë i kom ato afinitet epizotit, unë do me thonë, sa ka ndodhe në përdarsma. Kisha disponim dhe improvizojsha me klarinet sopran. Dejnë C4 shkojsha, ajo është si me fishklu, a unë e bëj ato me zo. Me vibrato, me lule. I ki dhurat për zotit. Prej zotit, do me thonë, unë si gjinima shkullore nuk duhet me pas ata. A më kuptan, e ta shumë smuj me konë sopran lirik. Se qka e prek në bitë C3, sopran lirik o koloratur. E për to, Ilir Shaqirin, qarë vëti viti? Iliri është këngëtar, është një bariton dramatik, super bariton dramatik i theksum, epik. A unë shë la këna të zohë, qësh tepër i ngoj muzikat e tina. Tekstura, mënyra e kënduse, teknika, ajo është për i vetë këngëtarit, përvoja e bënd vetën, përgaditja e bënd vetën, kjo është tjetër shka. Prandaj, të Zjaneq, unë që ashtu e tërsha, ka qenë shumë unike. Ka qenë 4 veta në një, 4 zone në një. Wow, diçka rrallë, diçka unike. Ajo është, jo gjdo kush e ka. Ta. Unike. Ajo ta ka knu edhe tenorin dramatik, ajo ta ka knu edhe altin, ajo ta ka knu edhe mezzosopranin, këtë kombinume. Ta ka knu në 3 nivele sopranin. Varsisht për shembull, ka pas këngë lirike, ajo o shëndru, o konvertu në sopran direkt. Ka qenë me konotacion dramatik, o shëndru në sopran dramatik. Ato rallë kush e ka. Ajo ndodh prej super këngëtarëve gjithmonë del një serik. Sikur që është një djali Kazakstani që tash, aj ma qënë mallin tem, po unë shkaku i para gjykimeve, seneve se unë i takoja asaj plejade ku shumë kemi sakrifiku, shumë jemi mundu, po edhe kom rujt kodin gjinor. Se në atë koti me bo zonin e hollë, me njerë me nëjshin mos je diçka, me njerë e ta gjujshin të tërkon. Edhe për që to mu m'vjen këtë që edhe unë që ardit jam që këj kombinim. Një person me shumë veta mrena vetë vetës. Po, se të kumpo dhe e neta tarifën që shikreshe kongën. Që ka bëjnë me këtë zoha hala kërkush nuk dhe, që kjo më vjen këtë që jom për shkakuj që kësaj të rujt mes, kodit gjinor, si që këtë djali që për kënon Dimashi, unë kom kënu fotelje, shtrit, Dimash njoni që është. Ose në për këto audicioni, kur pim DJ Kankta, që për kënojnë po qonë këtë në kom, Whitney Houstonit, ato i kom kënu në mbramje më rikë në shajrën tonalitetet fikse, jo me transpoz. Tonalitetet e vetë këngëtareve, ose këngëtareve mu asë më sta diskutaj. E kon pas, po, një gjenerat sakrifikon për me përfitu tjetra. Jemi mundu shumë. Kom kalu në barjera që liber do të me shkru. Po du me thonë që... Për cilës moshja ke njës me kënduar? Pri 5 vjeqe. Pri 5 vjeqe? Po. E talentin a ke zbulu vetë? E kom pas me t'linë me. Po, a ke zbulu ti vetë vetën, apo prindërit e tu? Fati madhë që i kom pas të 2 prind. Që ke pas? Që i kom pas prind me të muzikas. Edhe e kom pas shumë të letë. Ata, a kanë këndu? Aj kodi genetik është përqu drejt përse. Unë i kom di kasetat, audio kasetat, i kom shpe, sa arhiva e familjes tonë në qëndran. Edhe mbaj mend, në nëmë kur më ka thonë, 2 vjetë e gjysë ndështë i kom pas, se kom 1 vetën, do me thonë jo mbind. Kur kënoj kja jo të na indru pelenat, zakonisht, edhe unë u inkuadrojsha, a këtë unë i vogël, po do me thonë këtë në vitu nejtë. Pa mos e distonu asni ato që ka e kondilu, është genetike. Jo, kushtimisht, po mirë është me qenë. Motra vlasnja ki ardit? I kom 2 vlazën. 2 vlazën. Motra s'ki? Në nami ka bo 10 fëmi, tipike kosovare. Po pri 10 fëmive kemi jetu vitë në 3. Po. 7 do më thonë s'kan jetu? S'kan, nuk e kanë pas shkurtme. E janë tonë dhe fimeve. Po, i madhi është ndoshta maj talentum se të dyna. Qëfar veshi, ka sa kritikos taj. Unë kur du me pyt diçka Albane, ka e mirë, unë kur du me verifiku, me konfirmu në e pys ato. Aj, ma kritik sa i mbot s'ka. A ma dhe ta thot që ato s'ka fix, edhe 5 parës jep, edhe ma mirë së unë kënon. Mos ga po me knu.
E du vllazëkun tem të madhin. Edhe vllahun tem tjetër Astriti. Jetë ju kam. Është shumë kritik edhe është shumë i veshin e ka.